ta themi që post periudhës të fenomenit Beleri, pra problemit Beleri, i cili mori rrugën e drejtësisë me ato ngjarje të zhvillimit që dihen tashmë, ka patur një ndryshim në qasje midis Atinës zyrtare dhe Tiranës zyrtare, duke mos i lënë më hapësirë politikës së ditës qoftë Tiranës apo dhe Athinës, madje duke izoluar ose menjanuar më saktë zërat e ekstremit djathtë që mund të janë ose në Athinë ose në Tiranë, me qëllim që ajo çfarë ndodhi para pak vetëm mos ndodhi më, dhe duket që ka një pjekuri diplomatike, në mund ta themi me terma thjesht, ku qasjet është më ndryshe, bëhen me kanale diplomatike, me maturi, dhe duket që po jep rezultat, ku mjafton për një fakt që është hera parë që një intervistë zotit Rama, pra një kryeminist shqiptar, nuk merr aq vëmendje ose më saktë nuk keq interpretohet apo nuk interpretohet në mënyrë negative, gjë e cila ishte traditë ose një zakon i mediave greke, të cilat shpeshherë edhe kur nuk ishte lajm do prodhonin lajm. Duke që edhe mediat shqiptare ka një dobësi në këtë aspekt, pavarësisht që u dha kjo intervistë, kanë bërë disa reportazhe, disa lajme të cilat mendoj janë pak të tepërta dhe nuk janë në kontekstin e intervistës së zotit Rama. Pra, po më thoni që ka maturit të mediave greke, por nuk është kjo në mediat shqiptare, në këtë situatë. Në këto ditë, nëse unë ka bërë një bilanc, ka bërë një kërkim të mediave greke me ato shqiptare, duke bërë një bilanc se si kam paraqitur mediat greke. E kuptoj që në Greqi aktualisht ka një tension të lartë politik dhe aktualisht ka një tension politik lidhur me heqjen e imunitetit të 13 deputetëve të Partisë Demokratike të Greqisë që të drejtuar nga zoti Mitsotakis për shkak të korrupsionit të lartë, janë implikuar në një hetim të zhvilluar nga Prokuroria e Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër, në raste të tilla mediat greke nuk e kursejnë penën, nuk e kursejnë artikull, madje, si të them herët, jo rrallë herë kemi konstatuar lajme fake të stisura nga mediat greke, por këto ditë nuk kemi konstatuar atë, kemi parë një qasje shumë profesionale, madje muajt e fundit thosha që shumë media në Greqi që kanë qenë të prirura dhe shumë të ndjeshme ndaj lajmeve me Shqipëri kanë qenë më profesionale. Nuk e kam konstatuar këtë lajm ose më saktë këtë qasje nga mediat shqiptare, të cilat shpeshherë marrin një lajm ose diçka të shkruar në rrjetet sociale dhe marrin copy paste as don pa e trajtuar në mënyrë profesionale. Raportet mes Ramës dhe Mitsotakisit kanë qenë shumë të mira, kanë nisur një rrugë bashkëpunimi mes tyre vite më përpara, çështja Beleri, po ashtu edhe një vizitë e Ramës që i parapriu zgjedhjeve të fundit parlamentare në Shqipëri për të takuar emigrantët atje, u bë zhurmë e madhe, duke se më në fund të dy janë gati të qetë për të lënë pas të shkuarën, e shikon kështu edhe kryeministrin e Greqisë për çështjen Beleri? Të dy kryeministrat në dinën time se ka shkëputur asnjëherë marrëdhënie me njëri tjetrin apo kontakt me njëri tjetrin, edhe në momentin më të vështirë kanë pasur kontakte, por duke patur parasysh tensionin politik dhe ne mund të themi atë fluxin diplomatike ballkanike të shkaktuar në dy palët, mos harrim faktin që kur zoti Rama erdhi me zhvilloi vizitën dhe foli në stadiumin e Galaçit, ishte era parë në historinë e Greqisë, pak në 3 dekadë gjysmë që ne jetojmë në Greqi dhe ndjekim nga zhvillimet këtu, edhe majta greke ranë grackën e ndjesisë nacionaliste duke kërkuar që zoti Rama të shpallej non grata. Pra, një lapsus që nuk mund të tolerohet dhe nuk mund të falet më tepër nga majta politikës greke. Nga ana tjetër, mos harrim faktin që rasti Beleri në Shqipëri ngriti një dallë shumë të madhe, probleme shumë të madhe, ku i dha ndjesi dhe atyre forcave politike ose individëve që janë të prirur të ekstremit të djathtë të aludojnë. Por të dy kryeministët me maturi, me zgjuarsi dhe me diplomaci do thosha, ruajtën ekuilibrat dhe mendoj e morë mesazhin duke qartë që nga ai moment e kthei ka një qasje ndryshe midis dy vendeve, sepse u duk qartë që deri më sot raportet me dy vende ka pasur të luhat e tyre ngritje dhe ulje dhe kanë qenë të ndërtuara në frymën e mosbesimit. Mendoj që post periudha e fenomenit Beleri ka një qasje ndryshe, duket kjo për vetë faktin sepse janë filluar disa ditë takime nga ministrat e kabinetit të qeverisë së zoti Rama, por dhe nga ministrat zotit Mitsotakis, të cilat shpeshherë kanë kaluar në media pa marrë atë vëmendjen e madhe dhe pa bërë shumë të njohur dhe pa komentuar në mënyrë pozitive apo negative, duke lënë gjërat që të ndodhin dhe të rrjedhin normalisht për të marrë maturinë e duhur. Dhe kjo duket qartë që dy vendet të vendosura për të kaluar në plan të parë interesat strategjike me dy vendeve dhe jo interesat politike të konsumit të ditshëm të disa individë apo disa forcave politike të cilat mund të insistojnë për të fituar politikisht.
Sot që Fredi Beleri është eurodeputeti i Greqisë, a ndikon ai në këtë raport mes Tiranës dhe Athinës edhe në raportin e dy kryeministrave apo edhe për çështje të caktuara? Turistënia dhe kryeministri i Greqisë zoti Mitsotakis me fenomenin Beleri ka qenë shumë e madhe për vetë faktin sepse aktualisht në Greqi që flasim fryma ose më saktë votuesit të ekstremit të djathtë dhe forcat ekstreme të djathtë janë të shumë dhe ka arrin shifra dyshifrore, mbi 20% që është një shifër shumë e lartë, është një shifër e cila është shqetësuese, do të thosha, për një vend demokratik si Greqia që janë shifra që nuk janë hasur në të kaluarën, gjë e cila ka vënë në pozitë kryeministri Mitsotakis. Mos harrojmë faktin që brenda demokracisë